Jam studio me Indrit Vokshin, analist mik i studios son, mirë se erdhe, kënaqësi që të kam në studio. Mirësi dhe për mua. E nisim pak me këtë raportin e Freedom House. Kam shumë vite që raportoj raporte. Edhe natyrisht që është një vend më lart Shqipëria, pjesërisht e lirë, duket sikur pak a shumë copy-paste po të hapim kronikat e viteve më parë me ajustimet vogla këtu aty. Është thuajse i njëjti raport, thuajse i njëjti qëndrim. Në fakt, ndikojnë këto raporte në përmirësimin e cilësisë së demokracisë në vendin tonë, në përmirësimin e të drejtave dhe lirive të njerëzit, të medias, të individit, të shoqërisë civile, të grupeve të interesit, pra në atë përditshmërinë e qytetarit shqiptar. Ndikon ky raport nëse po çfarë tregon? Unë mendoj se raporti nuk ndikon, raporti është diagnoza, nuk është kura, në thjesht i bëhet një skaner trupit të shtetit dhe të demokracisë në Shqipëri dhe kemi 20 vjet që në këtë skaner na dalin të njëjtat simptoma dhe të njëjtat smundje dhe si në kulturën e gjerë të shqiptarëve ne themi nuk kemi gjë dhe vazhdojmë përsëri duke bërë të njëjtat rutina dhe dëme, duke konsumuar të njëjtat helme dhe jemi mësuar dhe me rezultatin sepse nuk po na ndodh gjë, pra nuk kemi ndonjë konflikt civil për momentin, nuk kemi përplasje të brendshme dhe përderisa nuk ndodhin këto, e nënvlerësojmë si secili shqiptar smundjet e veta dhe themi që nuk kemi gjë. Nuk kemi gjë, qeveria duhet të adresoj, qeveria thot duhet i ka adresuar, por nuk po sheh progres në ato që qeveria ka adresuar. Përgjithsisht qeverit janë problemi. Qeveria nuk mund të adresoj, qeveria është shkaktarja. E mira do t'ishte që këtu të kishte mekanizmat të tjera përveç qeverisë, duke përfshirë opozitën, ato çfarë përmendet ju organizatat e shoqërisë civile, dhe pse jo një elitë intelektuale e cila të kishte një ndikim serioz në opinionin publik. Pra këto janë mekanizmat që i bëjnë opozitë jo vetëm qeverisë, por të gjitha qeverive, pra që e detyrojnë që të futet në shina. Ne nuk i kemi këto mekanizma, i kemi ose të korruptuara, ose të deformuara, ose pa ndonjë dëshirë për të luftuar dhe për t'i bërë oponencë qeverisë në këtë drejtim, dhe kemi tani 2 dekada me të njëjtat rezultate dhe nuk ju besoj më dhe raporteve se themi hajtë se këta ndërkombëtarët kështu janë, thonë të njëjtat gjëra, plotsojnë letra për të marrë rrogat dhe nuk janë diçka e rëndësishme dhe diçka e vërtet, sepse ne jemi mësuar me këtë jetën tonë sedentare në kuptimin e demokracisë. Indrit, duke qenë se kam ndjekur shumë raporte të kësaj natyre, të Freedom House-it me shumë vëmendje, raportin e Departamentit Shtetit për Ecurinë e Shqipërisë me shumë vëmendje në vite, mbaj mend një periudhë që ne prisnim embargon sepse raporti dilte dhe punoja në një institucion që ne e kishim për shembull raportin, por embargoja ishte në orën 12, ta zëm që duhet të dilte. Dhe në 12:01, kur ne e publikonim, mediat në Shqipëri e merrnin dhe kishte ndikim. Pra, dikur për para 5, 10, edhe 15 vjetësh, edhe 20 vjetësh, raportet të tilla kishin një valencë dhe në bazë të referencave të këtyre raporteve, palët politike më pas i referoheshin qeverisë apo njëra tjetrës për ecurinë e tyre. Po vim në një moment që raportet të tilla, përveç se një lajm, për shembull, që kronikat e lajmeve duhet ta bëjë se është një raport i rëndësishëm, por është thjesht për kronik lajmesh 3 minuta i mban me kronikën e raportit, duket se nuk po sjellin në fakt asnjë gjë. Pse ndodh kjo? Që valenca e raporteve të tilla nuk është më si dikur. Unë mendoj se ndodh sepse këtu është forcuar sovranizmi i nivelit më banal. Pra nuk kemi një sovranizëm ekonomik, nuk kemi një sovranizëm kuptimin e dinjitetit, që jemi nacionalistë dhe sovran dhe duam të rrisim ekonominë tonë dhe të forcojmë institucionet tona si sfidë ndaj institucioneve ndërkombëtare, këtu kemi vetëm një sovranizëm të tipit banal, duke thënë që ndërkombëtarët nuk janë të besueshëm sepse janë të korruptuar për vete dhe duke kërkuar brenda Shqipërisë vetëm sovranitet penal, vetëm sovranitet për të mos u prekur vetë. Pra është një punë për vite për të delegitimuar të gjitha raportet e institucioneve ndërkombëtare. Unë nuk po them që institucionet ndërkombëtare janë zoti, na fal zoti se jemi dhe në Ramazan, por duhet të them që kanë pasur një rëndësi dhe një vlerë të caktuar për monitorimin e institucioneve Shqipërisë. Ne vetë kemi pranuar që të monitorohemi. Tani është bërë një hile ose një strategji për t'i delegitimuar dhe për t'i bërë të pavlefshme.
për të thënë që këto institucion ndërkombëtare janë të korruptuar për vete. Pra këta janë Epsteinët, këta marrin lek, ambasadorët vinë këtu dhe ikin më të pasur se sa erdhën,